Kryeministri Edi Rama e nisi javën në qytetin e Vlorës, ku inspektoi kantirin e punimeve të Lungomare 4, i cili do t'i bashkohej shëtitores ekzistuese. Gjatë vizitës, kreu i qeverisë kërkoi zgjidhje sa i përket problematikave me hapësirat për parkimin. Kjo Lungomare do ndihmojë shumë. Megjithatë duhet të identifikojmë vende të tjera për parkimin, duhet bërë një gjë komplet për parkimin. I shoqëruar nga kryebashkiakja Brunilda Mersini dhe drejtuesi i qarkut të Vlorës Bledi Çuçi, Rama pa nga afër segmentin e ri të Lungomares, me gjatësi rreth 500 metra, një gjerësi rreth 7 metra, si dhe korsi biçikletash 2 metra. Projekti pritet të finalizohet më 15 maj, për të qenë gati për të pritur turistët që këtë vit. Ndërkohë, vizita e shefit të ekzekutivit në Vlorë nuk mbaron me kaq. Në agjendën e kësaj të hënë është planifikuar mbajtja e asambles, në kuadër të turit të nisur nga qeveria punët për Shqipërinë, si dhe një takim me operatorët turistik të qytetit bregdetar. Në fokus të këtyre takimeve në të gjithë qytetin e vendit, janë problematikat e qytetarëve, ndërsa puna ka nisur dhe për zgjedhjet lokale që pritet të zhvillohen pranverën e ardhshme.